Prokuroria e posaçme ka zgjeruar ndjeshëm hetimin ndaj ish-zëvendës ministres dhe ish-drejtoresës së Alp Kontrollit Belinda Balluku, duke e përfshirë tashmë edhe në dyshime për korrupsion pasiv në sektorin publik dhe pastrim parash. Sipas burimeve nga SPAK, hetimet e drejtuara nga prokurori Dritan Prençi kanë çuar në sekuestrimin e një vile në kompleksin turistik White Rock në zonën e Dërmiut. Vila dyshohet se është përfituar përmes një skeme të tërthort pronësie dhe më pas është regjistruar në emër të një personi tjetër me qëllim fshehjen e origjinës së saj reale. Hetimet e SPAK-ut lidhen me dy procedurat tenderuese të zhvilluara në kohën kur Balluku drejtonte Alp Kontroll. Bëhet fjalë për një projekt me vlerën rreth 1 milion euro për rikonstruksionin e kodinës teknologjike të institucionit dhe një shtesë kontrate për të njëjtin objekt. Organi i akuzës dyshohet se kriteret e këtyre procedurave janë hartuar në mënyrë të tillë që kanë krijuar avantazh për një kompani të caktuar ndërtimi, e cila më pas është shpallur fituese. Sipas hetimeve, favorizimi i kompanisë nuk është kufizuar vetëm në fazën e tenderimit, por ka vijuar edhe gjatë zbatimit të kontratës, përfshirë pagesat paraprake dhe ndryshimet në vlerë të marrëveshjes fillestare. Këto veprime sipas SPAK përbëjnë dyshime për shkelje të rënda të ligjit të prokurorimeve publike. Në këmbim të këtyre favoreve, prokuroria dyshon se është përfituar një pasuri e paluajtshme në një resort luksoz në Dërmi, e cila më pas është kaluar në mënyrë të tërthort përmes emrave të tretë, përfshirë edhe ish futbollistin e kombëtares Iglitare, i cili është marrë gjithashtu në pyetje nga hetuesit. SPAK thekson se hetimet janë ende në zhvillim dhe po verifikojnë të gjitha lëvizjet financiare, pronësore dhe administrative të lidhura me këtë çështje, si dhe roli i çdo personi të përfshirë.